konkretisht lidhur me Gjandarmerinë, nëse mundeni veç me na tregu kush do të jetë pjesë e grupit punues dhe sa do të jetë buxheti që do të ndajë qeveria për të dhe kur planifikohet që kjo të realizohet. Faleminderit. Së pari, ne jemi sot këtu në një konferencë për medje bashkë me ministrën Pacolli Dalipi për një çështje shumë të rëndësishme. Situata me mbeturinat, me mbetjet në Republikën e Kosovës është alarmante. Ne jemi të pakënaqur me trajtimin që është bërë nga shumica dërmuese e komunave të Republikës. Dhe jemi këtu që të ndihmojmë ata në mënyrë që Kosova të ketë mjedisin e pastër që është i domosdoshëm për shëndetin publik dhe për jetesën e mirë të popullatës. Nuk mjafton më të themi plane, projekte, aktivitet, duhet të themi aksion. Prandaj edhe kemi aksionin kundër mbeturinave. Ndërkaq sa i përket koncept dokumentit dhe grupit punues dhe hollësive sa i përket Gjandarmerisë, padyshim që do t'ju njoftojmë shumë shpejt bashkë me Ministrin e Punëve të Brendshme. Ka kohë që ne kemi menduar këtë gjë, për shkak se një aspekt tjetër rëndësishëm i sigurisë së Kosovës ka të bëjë me një zonë e cila është më shumë se policia e më pak se ushtria, prej ruajtjes kufirit, të luftimi i terrorizmit, të mbyllja e çfarëdo shtegu të kontrabandës e deri tek mbrojtja e infrastrukturës kritike. Të gjitha detajet lidhur me këtë idenë tonë që tashmë po bëhet edhe një koncept dokumente me grup punues, ngadalë por sigur do t'i prezantojmë së bashku me Ministrin e Punëve të Brendshme. Edhe unë kam një pyetje jashtë temës, jam Bisiana Mulaj, gazetare prej RTK-s. Gjatë ditës së djeshme prokuroria i ka ndaluar disa persona në Graçanicë për cënim të vullnetit të votës së lirë të qytetarëve serb. Si e komentoni ju këtë incident ose këtë rast? Unë besoj që fjala e ministrit për komunitetet dhe kthim në mbledhjen e fundit të qeverisë së Republikës Kosovës mbi turistninë e tmerrshme që po bëhet mbi serbët e Kosovës nga Beogradi, që patjetër ta votojnë listën serbe dhe askë tjetër, dhe masat që po i ndërmerr Serbia, duke i përcjell edhe rrjetet sociale të secilit zyrtar shtetëror, të secilës figurë publike, të secilit politikan serb që ndonjëherë ndokun ka garuar, me të vërtet janë alarmuese. Dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës e kemi të dëshmuar prej vetë ankesave të serbëve të Kosovës. Kjo është një fenomen i cili ka marrë për masa të mëdha dhe të thella si asnjëherë më parë në këto vitet prej se unë jam kryeministër. Pra kur nuk ka pas kaq shumë trysni nga Beogradi, kërcënime, friksime, shantazhe, shkëputje të mjeteve të ndryshme financiare, ose të çfarëdo mbështetje që ata kanë marrë nga Serbia, ndonjëherë me kushtëzimin që të rreshtohen, thosë bëhet fjalë për ushtri në kohë lufte në radhët e listës serbe. Në anën tjetër, ju e dini që Serbia mundohet që vazhdimisht të ketë elementet të saj, nëpërmjet së cilës dëshiron të krijojë dualizëm shtetëror brenda territorit tonë të Republikës, sa i përket funksionimit të institucioneve, sa i përket shërbimeve publike dhe natyrisht që ato janë veprime ilegale në shtetin tonë të pavarur. Republika Demokratike dhe Parlamentare e Kosovës, si shtet sovran, i ka të ndara pushtetit, ne jemi ekzekutivi, fatkeqësisht legislativi nuk është funksional, për shkak se do të kemi zgjedhje, por gjyqësori dhe prokuroria vendosin dhe veprojnë në mënyrë të pavarur, po ato e kanë mbështetjen e plotë të qeverisë së Republikës së Kosovës për çdo që nevojitet për ta mbrojtur sundimin e ligjit dhe zbatimin e tij të plot pa dallim. Kjo nuk ka të bëjë me etninë e asnjë qytetari që ndalohet, kjo ka të bëjë me dyshimet mbi veprimet e tyre.
Bleri mu ka pera për të 24. Jo më por i na do kartele kemi shkep gardianët të natyres. Mirë po deri tash sori kemi raportue për djegje apo mbeturina, policia ka thonë zjarë fiksat. Unë jo më por kisha një rast të por ku qytetin rrugën Isa Kastroti, Vaska, rrës 2 metra ishte në zebra. E thjera policinë, tha thirë inspektorat. Pa thash kja ka në zonë komplet rrugën. So është serioze kë iniciativa që këni bo përmes Ministrisë Brendshme, se vazhdimisht esret po djegët një orë, përmes asaj orë mund të më djegë me këtër, policia the si rezerv fiksat. Ta shtu në kisha Vaskën, komplet 2 metra, i kështë në zonë zebrat, policia më thëshë ka thirë inspektorat. Vazhdimisht kemi raportue, kanë thonë merë me rezerv fiksa. A ko kushën bikë qyrë, qysh mëra, se ta që kemi edhe platforme që këni bojo, e raportën, ato thët, u konfirmua për sa shke serioze. Hamdirit. Faleminderit shumë, sa i përket të themelimit të gardës së natyrës, ne para një muaji kemi themelu këtë gardë dhe jemi duke rritur numrin e tyre. Garda për mbrojtjen e natyrës e ka për detyrë për me raportu raste që ndodhin krimet midisore. Sa i përket raportit që ke dërgu tek policia për mbeturinat në për lagje pra të Prishtinës, ne pikërisht e kemi dizajnu këtë pako që të qasemi edhe trajtimit, pra mos trajtimit të mbeturinave që po ndodhin në për lagjet e qyteteve të ndryshme. Në këtë rast, për shembull, ne si ministri kemi shumë pak kapacitete, kemi zero kompetenca për me ndërhyrë në raste të tilla sepse është komplet kompetencë e komunës. Prandaj ne kemi prezantuar sot strategjinë e karrotës dhe shkopit në mënyrë që të ndihmojmë komunat që të ngrisin kapacitetet dhe nëse ato nuk kanë interes ta bëjnë një gjë të tillë, atëherë ekziston edhe ndëshkimi financiar dhe nëse prap komunat nuk veprojnë me këto mbeturina, cilat janë në përlagje, atëherë ne si ministri bashkë me KMDK-n marrim vendim edhe me i largu ato. Pra i marrim kompetencat e komunave nëse dështojnë ato t'i largojnë këto, por kjo është veç në rastet urgjente për shkak se kompetencë 100% është e komunës. Sa i përket kontaktit me policinë, ne para 2 jave kemi lansu veksën tek aplikacioni Lajmëro Policinë, që është krime mjedisore, ku mundi me raportu direkt tek policia, edhe policia e ndjek rastin. Ka raste kur ka zjarre pyjore, zjarre cilat shfaqen nga mbeturinat, dhe në këtë rast për me parandalu dëmin, duhet lajmërohet edhe zjarfikset. Për shkak se zjarfikset janë ata cilët janë në vijën e parë të frontit kur kemi të bëjmë me zjarre. Kështu që ne tashme kemi vetëm 2 javë që kemi lansu këtë bashkëpunim dhe besoj që gjatë ditëve në vijem, muajve në vijem, ky bashkëpunim do të përforcohet edhe kudo që i kemi mangësi që ndodhin në sistem, do t'i përmirësojmë ato. Ku jenë veturina për nëse apo s'ka në rrugë komplet, përse që të më shku pak më lartë. Edhe sa e përmene zjarfiksa. Dhe më zjarfiksa, për që në tetet ato. E dje ka orën, dje gjënë 2 hektarë, një dimi kushtet e zjarfiksa, për ti më mbyllet ato. Nuk vazhdojt ma një për vitet e tëra, e ka në veturin, zjarfiksa në tetet e tëra, do të ndalë zjarin, po që është të mbyllet kujse ato. Nuk ka një jetim që pëllën, kush e antë të kjerimi zjarin, nuk dezin 2 hektarë. Vetëm zjarfiksa dhe mbyllet që si ato. Ka hetime cilat bëhen. Unë kam pasur rastin me ligatinën e Hencit, që është djeg ligatina Hencit, ne kemi kontaktu direkt policinë, policia ka hap hetimet. Por ka raste kur ne nuk kemi dëshmitar, edhe nuk e dim se kush i ka hedh. Prandaj ne kemi adresuar edhe këtë problem dhe në buxhetin e vitit 2027 ne kemi vendosën projektin Inspektori Digital. Pra ku brenda ministrisë do të krijojmë një dhomë monitoruese, e cila përmes satelitëve, pajisjeve digjitale dhe pajisjeve tjera do të kontrollojmë çdo cep të Kosovës dhe në këtë formë do të identifikojmë edhe ndërtësit e mjedisit. Prandaj ne jemi duke zhvilluar këto
bashkëpunime dhe po shpresojmë që dita ditës vetëm do të përmirësohen. Mirë po prap ju ftoj që t'i raportoni të gjitha dëmet mjedisore që i vreni, pra krimet mjedisore që i vreni, po ashtu dhe të raportoni nëse e vreni personin që e ka bë, e keni pa, shihni të arkat e veturave apo të kamionëve, e kjo i ndihmon policisë për me hetu krimin mjedisor. Ndërsa sa i përket numrin e inspektorëve, tani ne synojmë që t'i angazhojmë në terren 30 inspektor, pra cilët kanë me qenë intenzivisht në gjitha vendet, lokalitetet e Republikës Kosovës. Njëkohësisht e kemi platformën Lajmëro Policin, pra ne kemi thënë që inspektorët më direkte dhe që janë më të përhapur në gjitha zonat e vendit tonë janë qytetarët, të cilët përmes platformës Lajmëro Policin tek vegza krime mjedisore mund t'i paraqitni çdo krim që paraqitet dhe bashkë me Ministrin e Punëve të Brendshme do të sigurojmë që këto krime që raportohen do të marrin përgjigjen e duhur. Po ashtu edhe Garda për Mbrojtjen e Natyrës, tashmë ajo vetëm pushtohet, ajo është një forcë tjetër që i ndihmon policisë ta hetoj edhe ta gjej personin që e shkakton krimin mjedisor. Faleminderit. Ariana Hajdare nga Dukagjini, kryeministër, një pyetje për ju. Sfundmi në intervistën në KTV keni përmend punën e mirë që është bërë në raport me pronat edhe kadastrin, po pak javë më parë Ministri Apaculli e ka shkarku nga detyra drejtorin e Agjencisë Kadastrale. Që komentoni shkarkimin e drejtorit duke e marrë për bazë dhe punën e mirë që vlerësoni që është bërë viteve të fundit, edhe një pyetje për ju Ministre. Sfundmi Këshilli i pavarur mbikëqyrës i shërbimit civil e ka vlerësuar si të jashtëligjshëm shkarkimin raport me drejtorin, cilë do t'janë hapa tu i mbi. A e merrni për bazë këtë konstatim të Këshillit edhe konsiderohet eventualisht kthimi i drejtorit sërish në pozitën që ka qenë? Ju faleminderit shumë. Së pari, aksioni kundër mbeturinave është iniciativë shumë serioze. Por unë pajtohem që duhet të jetë serioz çdo veprim dhe secila halk e sistemit në zbatim të kësaj iniciative. E këtu do t'i kisha theksuar dy entitete të Republikës. Në njërën anë komunat e Kosovës dhe në anën tjetër drejtësia. Sepse pa ndëshkime për krimet mjedisore që bëhen, pa ndëshkime meritore, nuk mund të llogarisim shumë se do të kemi ndryshim cilësor të situatës. Pra, le ti mbikëqyrim bashk edhe komunat, por edhe drejtësinë kur ka shkelje të ligjit, kur ka krime mjedisore, kur në vend se të luftohen mbetjet e mbeturinat që ndotin mjedisin dhe rrezikojnë shëndetin, ato shtohen e kontribohen nga akter të ndryshëm, qofshin ato kompani apo individ. Tash në një intervist që kam pasur së fundmi, unë kam theksuar që Republika e Kosovës duhet ta ketë katastrin e saj origjinal. Serbia refuzon neve të na e dorëzoj dokumentacionin origjinal të katastrit të Kosovës me pretendimin se kjo është çështje sovraniteti. Fatkeqësisht nga procesi i dialogut në Bruksel para rreth një dekade e gjysmë ka pas një lloj dakordimi që ne t'i pranojmë kopjet e dokumentacionit kadastral. Dhe Bashkimi Evropian 2 milion euro e ka financuar Serbin që katastrin e Kosovës ta bëj një kopje digjitale e cila i dorëzohet Kosovës. Serbia i ka marrë 2 milion euro, kur s'na ka dhënë neve as kopjen e dokumentacionit kadastral, përveç originalit që në fakt do të duhej të insistohej derisa të na jepet, dhe ne jemi detyruar si shtet i pavarur ta rindërtojmë katastrin nga fillimi, që është shumë më vështirë dhe nuk mund të jetë shumë shpejt i plot. Pra unë për këtë gjë kam folur, nuk kam folur për drejtuesit aktual të mëhershëm apo të ardhshëm të Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Ajo është një agjenci që vepron në kuadër të Ministrisë së Mjedisë dhe Planifikimit Hapësinor, për çfarë mund t'ju flas ministrja Pasolli Dalipi. Faleminderit. Vendimi ynë për
Jo shkarkimin, sepse ne nuk e kemi shkarku. Ne thjesht e kemi liru nga detyra dhe e kemi kthyer në pozitën paraprake në cilën ka qenë, për shkak se kanë kalu të gjitha hapësirat ligjore që na lejohet që të mbajmë një ushtrues detyre, pra të njëjtin në atë detyrë. Në anën tjetër ne kemi ndjek komplet procedurat ligjore. Kom lexuar raportin e Këshillit dhe për të zëvendësuar drejtorin e agjencionit, ne është dashur që të marrim miratimin e dy personave, njëra pra udhëheq departamentin për ligjor dhe tjetra departamentin për financa. Ato në hierarki do të ishte njëra prej tyre do të mund ta zëvendësonte drejtorin. Mirë po në rastet kur këto të dyja refuzojnë për shkak të anës profesionale, sepse asnjëra nuk punon në fushën e kadastrit, mirë po janë zyrtare ligjore dhe financiare, pra nuk janë të përgatitura profesionalisht ta bëjnë një gjë të tillë. Ato kanë kërkuar nga ne që të shkojmë një shkallë më poshtë. Dhe ne kemi shkuar një shkallë më poshtë, ku kemi pas mundësinë edhe dy udhëheqës të dikastereve të zgjedhim prej të dyve dhe kemi zgjedhur zotin Fajk Kelmendi, i cili e ka edhe anën profesionale, pra është i përgatitur profesionalisht ta udhëheqë agjencionin derisa ne t'i hapim procedurat që të kemi konkurs të hapur, transparent dhe zgjedhim drejtorin e ri. Sa i përket asaj se a do ta respektojmë vendimin e Këshillit, Këshilli nuk ka thënë që është karku në mënyrë jo ligjore dhe duhet ta rikthejmë drejtorin. Këshilli na ka udhëzuar që të ndjekim hapat ligjor, pra të ndjekim rrugën, si themi, nivelet. Nëse na duhet ta vendosim drejtorin e ri të agjencionit, ne duhet të kërkojmë nga këto dy zonja, të cilat njëra është udhëheqëse e departamentit për legjislacion, tjetra për financa, që njërën nga to ta emërojmë në krye të pozitës. Kështu që ne do ta respektojmë vendimin e Këshillit, edhe do të vazhdojmë me punët e mira që tashmë agjencioni kadastral po i bën. Faleminderit. Faleminderit shumë e miropafshëm. Faleminderit.